mëshirës është një dhuratë nga ana e Allahut xhaleshanuhu për zemrat tona. Allahu xhaleshanuhu na ka bërë obligim muajin e Ramazanit në mënyrë që të bëhemi të devotshëm. Ramazani është muaji në të cilën pastrohen zemrat, lidhen zemrat me Allahun xhaleshanuhu, është muaji i solidaritetit, muaji i mëshirës, muaji i faljes dhe mbi të gjitha është muaji i sabrit. Është muaji në të cilin duhet të ndalemi, duhet të reflektojmë dhe mbi të gjitha duhet të përmirësojmë lidhjen me Allahun xhaleshanuhu. Njeriu si krijesë është krijesë e veçantë dhe gjatë muajve tjerë ka cilësi të ndryshme të mira dhe mbi të gjitha ka cilësi të cilat e bëjnë atë njeri. Dy nga cilësitë më të mëdha që ky muaj na mëson janë sabri dhe falja. Sabri nuk është vetëm durim në vështirësi, sabri është forcë e brendshme, është aftësia për të heshtur kur zemra do të bërtas, për të pritur kur shpirti do të dorëzohet dhe për të besuar se Allahu nuk vonon, por vepron në kohën më të duhur. Gjatë muajit të mëshirës ne praktikojmë sabrin në shumë forma, duke agjëruar, duke përmbajtur gjuhën, syt dhe zemrën nga e keqja, duke përballur lodhjen dhe etjen për hir të Allahut xhaleshanuhu. Kjo na bën të kuptojmë që ne nuk jemi robër të dëshirave tona, por jemi robër të Allahut. E Allahu na kujton në një ajet kuranor ku thotë: "Me të vërtetë, Allahu është me ata që bëjnë sabër." E në bazë këtij ajeti ne kuptojmë që sabri nuk është dobësi, përkundrazi është një shenjë e besimit të fortë. Por sabri i vërtet plotësohet me falje. Falja është ndër gjërat më të vështira për egon ton. Është e lehtë të mbajmë inat, por të rikujtojmë fjalët që na kanë lënduar apo padrejtësi që na janë bërë, por muaji i mëshirës na kujton një pyetje shumë të thellë: a nuk dëshirojmë që edhe neve të na fal Allahu? Allahu xhaleshanuhu në ajet kuranor thotë: "Le të falin dhe le të harrojnë. A nuk dëshironi që Allah t'ju fal juve?" Në bazë këtij ajeti ne kuptojmë që kur ne falemi, ne po bëjmë sebeb që Allah neve t'na fal. Ne nuk e bëjmë këtë sepse tjetri e meriton. Nuk e falim tjetrin sepse ai e meriton, por sepse zemrat tona kanë nevojë për qetësi dhe sepse kërkojmë faljen e Allahut xhaleshanuhu. Falja nuk do të thotë të harrojmë dhimbjen, por të mos e lejojmë që ajo të na rëbroj. E bashkë me faljen e të tjerëve, vjen edhe kërkimfalja jonë para Allahut të madhëruar. Muaji i mëshirës është koha më e mirë për istighfar, për të kthyer sinqerisht tek Allahu dhe për të pranuar gabimet tona. Kërkimfalja nuk është vetëm fjalë që dalin nga goja, por është pengesë nga zemra, ndjenjë keqardhje dhe vendim për t'u përmirësuar. Sa herë që themi Astaghfirullah, ne po e pranojmë dobësinë tonë dhe po e madhrojmë mëshirën e Allahut. Dhe bukuria më e madhe është se Allahu nuk lodhet duke falur, por ne lodhemi duke kërkuar falje. Muaji i mëshirës është një mundësi shumë e artë dhe më e mirë për të pastruar zemrat. Të falemi ata që na kanë lënduar, të kërkojmë falje nga Allahu për gabimet tona, dhe nëse kemi mundësi të kërkojmë falje edhe nga njerëzit që i kemi lënduar, me dashje apo pa dashje, dhe të lirojmë veten nga bara e urrëties dhe e fajit. Kur sabri, falja dhe kërkimfalja bashkohen, zemra forcohet, shpirti qetësohet dhe lidhja jonë me Allahun bëhet më e sinqertë. Le të shfrytëzojmë këtë muaj që të dalim prej tij dhe më të durueshëm, më falës dhe më të pastër shpirtërisht. Lutim Allahun xhaleshanuhu që ta na jap sabër në sprova, zemër që fal dhe gjuhë që kërkon falje pa u lodhur.